Territori shqiptar për datën 17 qershor 2026 do të karakterizohet nga mod kryesisht i qëndrueshëm dhe i ngrohtë. Priten kthjellime në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa her pas here do të ketë kalime të pakta vranësirash kryesisht në zonat malore, lindore dhe verilindore. Rreshjet nuk priten në pjesën më të madhe të territorit. Paraditja do të jetë me mod të kthjellët dhe intervale të gjata me dhe diell pothuajse në të gjithë vendin. Pasditja vijon me mod të ngrohtë veror dhe vranësira të lehta kalimtare në relievet malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 13 orë me dhe diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 18 deri në 31 gradë Celsius, Kukës 15 deri në 28 gradë Celsius, Peshkopi 14 deri në 28 gradë Celsius, Tiranë 18 deri në 31 gradë Celsius, Durrës 21 deri në 30 gradë Celsius, Kavaj 20 deri në 30 gradë Celsius, Elbasan 18 deri në 31 gradë Celsius, Berat 19 deri në 32 gradë Celsius, Korç 13 deri në 27 gradë Celsius, Vlorë 21 deri në 30 gradë Celsius, Gjirokastër 15 deri në 29 gradë Celsius, Sarandë 21 deri në 30 gradë Celsius.